Rreshtet e dendura të Dëborës kanë përfshirë zonat veriore të Shqipërisë. Në zonën nga Hanioti deri në Vermosh në orët e para të mëngjesit të së dielës ka patur rreshtet e dendura Dëbore shoqëruar me erë të fortë në lartësi. Për shkak edhe të uljes së temperaturave në të gjithë aksin rekomandohet lëvizja me goma dimërore. Rruga drejt Thethit ndërkohë vijon të jetë e bllokuar dhe nuk lejohet qarkullimi. Gjatë natës ka patur rreshtet e dendura Bore dhe Orteqe. Era e fortë në qafë thore ka bërë që trashësia e Dëborës të arrijë në pika të caktuara mbi 2000 metra, ndërsa po punohet për hapjen e këtij aksi. Rreshtet e Dëborës kanë përfshirë gjatë mëngjesit të së dielës edhe juglindjen e vendit, duke shkaktuar vështirësi në qarkullimin e mjeteve, kryesisht në zonat rurale malore, ku trashësia e Dëborës ka arritur deri në 15 centimetra. Të gjitha rrugët nacionale raportojnë të qarkullueshme e pa probleme me përjashtim të aksit Qukës-Qafë-Ploq, i cili vijon të mbetet i bllokuar për shkak të shkarjeve masive të shkëmbimeve. Janë të hapura dhe të kalueshme rrugët që lidhin fshatra turistik Dar dhe Voskopoj, megjithatë qarkullimi kryhet me kujdes të shtuar për shkak të pranisë së Dëborës. Në Devoll rreshtet e Dëborës kanë sjellë problematika në disa segmente rrugore rurale, ndërsa akset kryesore vijojnë të jenë të hapura. Rrugët drejt Kapshticës dhe Bilisht-Miras janë të kalueshme pa probleme. Problematike mbetet edhe rruga Stropan-Eçmenik, e cila vijon të jetë e bllokuar për shkak të rrëshitjes së dheut, duke bërë të pamundur lëvizjen e mjeteve. Policia rrugore u bën thirrje shoferëve të përdorin goma dimërore, ndërsa në zonat malore përdorimi i zinxhirëve është i domosdoshëm për të shmangur aksidente dhe bllokimet në rrugë.